Një operacion i zgjeruar i policisë së Vlorës dhe prokurorisë së Sarandës ka çuar në sekuestrimin e pasurive me vlerë rreth 12 milionë euro që dyshohet se janë përfshirë nga aktiviteti kriminal në fushën e trafikut të lëndëve narkotike. Në qendër të hetimeve janë dy persona të njohur për drejtësinë, Kristi Qiriçi, 43 vjeç, i njohur edhe me emrin tjetër Jetmir Hoxha, dhe Adriati Kalemi, 53 vjeç. Sipas hetimeve, të dy dyshohet se kanë investuar të ardhurat të përfituara nga veprimtaritë palishme në biznese, pasuri të paluajtshme dhe mjete luksi në disa qytete të vendit. Në pronësi të Kristi Qiriçit janë sekuestruar 2 hotele luksoze në Sarandë, një 6 katësh dhe 37 dhoma dhe garazh 440 metra katror, si dhe një tjetër 4 katësh me 15 dhoma dhe lokal. Ndërkohë Adriati Kalemi ju sekuestrua një lokal në Sarandë, një apartament në Tiranjës me sipërfaqe 78.4 metra katror, një parcelë ndërtimi 10.12 metra katror, një dyqan 103 metra katror, një art 800 metra katror, si dhe pasuri të tjera në radhim të Vlorës dhe në Memaliaj, ku përfshihet një trua dhe prona ndihmëse. Pjesë e sekuestrimit janë gjithashtu një mjet lundrues, 4 automjete dhe 12 llogari bankare që dyshohet se janë përdorur për të fshehur qarkullimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës. Hetimet janë kryer nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik e financiar në drejtorinë e policisë së Vlorës në bashkëpunim me prokurorinë e Sarandës me akuzën e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Burimet nga grupi hetimor bëjnë të ditur se ndaj dy të dyshuarve ka pasur indikacione për transferim të fondeve jashtë vendit, ndërsa pjesë e hetimeve është verifikimi i lidhjeve të tyre me rrjetet të trafikut ndërkombëtar të narkotikëve. Vendimi për sekuestrimin e pasurive është miratuar nga gjykata e shkallës së parë e Sarandës dhe më pas është lënë në fuqi nga gjykata e apelit, duke konfirmuar besueshmërinë e provave të paraqitura nga prokuroria. Autoritetet theksojnë se hetimet do të vinë me qëllim konfiskimin përfundimtar të pasurive nëse vërtetohet origjina e tyre kriminale, si pjesë e luftës kundër pastrimit të parave dhe goditjes së ekonomisë së krimit.